Kapitulli 17. Pastaj, njeri nga 7 engjët që mbanin 7 kupat, erdhi e më tha: Eja të tregoj gjykimin e lavires së madhe, që shtrihet për gjatë ujrave të shumt. Me të kurvëruan mbretërit e tokës, dhe nga vera e kurvërisë së saj u deën banorët e tokës. Dhe më çoi në shkret tir, rrëmbyer nga shpirti i shenjtë. Atje pash një grua që rinte ulur mbi një bishë të kuqe plot me emra fyes. Bisha kishte 7 kokë e 10 brirë. Gruaja ishte veshur me të purpurta e të kuqe, e zbukuruar me ar, gur të çmuar e margaritar. Në dorë mbante një kupë të artë mbushur me fëlliqësitë dhe ndyrësitë e kurvërisë së saj. Mbi ballë kishte të shkruar një emër me kuptim të fshehtë: Babilonia e madhe, nëna e lavireve dhe e fëlliqësive të dheutë. Pastaj pash gruan që ishte dehur me gjakun e besimtarve dhe dëshmorëve të Jezuit. Kur e pash, shtanga nga habia e madhe. Atëherë engjëlli më tha: Përse habitesh? Unë do të tregoj të fshehtën e gruas dhe të bishës me 7 kokë e 10 brirë që e mban gruan. Bisha që pe jetonte, por nuk jeton më. Ajo do të dalë nga umnera dhe do të shkojë drejt shkatërrimit. Banorët e tokës që nuk e kanë të shkruar emrin në librin e jetës që nga krijimi i botës, do të mrekullohen duke parë bishën që jetonte dhe nuk jeton më, por që do të vijë përsëri. Këtu duhet mendje e urtë. 7 kokët janë 7 kodra, mbi të cilat rri ulur gruaja. Janë edhe 7 mbretërit. 5 prej tyre ranë. Njeri është këtu, ndërsa tjetri nuk ka ardhur ende, por kur të vijë duhet të qëndrojë për pak kohë. Bisha që jetonte dhe nuk jeton më është mbreti i 8, por është edhe një nga të 7-ët dhe shkon drejt shkatërimit. 10 brirët që pe janë 10 mbretër, që nuk kanë filluar ende të mbretërojnë. Ata do ta marrin pushtetin si mbretër vetëm për 1 orë bashkë me bishën. Ata do të jenë në një mendje. Fuqinë dhe pushtetin e tyre do t'ja japin bishës. Ata do të luftojnë me qengjin, por qengji do t'i mposhtë, sepse është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve. Me të do të fitojnë edhe ata që janë të thirrur, të zgjedhur dhe besimtar. Pastaj më tha: Ujrat që pe, ku rri ulur laviria, janë popuj, turma, kombe dhe gjuhë. 10 brirët që pe dhe bisha do ta urrejnë laviren dhe do ta shkretojnë, do ta zhveshin, do t'ja hanë mishin me dhëmbë dhe do ta djegin në zjarr. Sepse Perëndia u dha në zemër të vepronin sipas mendimit të tij, të ishin në një mendje dhe t'ja jepnin mbretërinë e tyre bishës, derisa të plotësoheshin fjalët e Perëndisë. Gruaja që pe është qyteti i madh, që sundon mbi mbretërit e tokës.